Miftiu i Republikës së Kosovës Naim Tërnava u ka dërguar mesazh urimi për fillimin e muajit të Ramazanit udhëheqësve të komuniteteve muslimane në disa prej vendeve të rajonit, por edhe të vendeve të tjera. Miftiu i vendit u ka përcjellur mesazh urimi udhëheqësve të komuniteteve muslimane, por edhe të gjithë besimtarëve të Shqipërisë, Maqedonisë Veriore, Turqisë, Bosnjës e Hercegovinës, Malit të Zi, Kroacisë, Slovenisë dhe Egjiptit. Përmes këtij mesazhi, Miftiu i Kosovës është lutur tek Zoti që ky muaj i bekuar i Ramazanit të sjellë në mesin tonë begati, paqe dhe bereqet. Në virgjilje të muajit të bekuar të Ramazanit, kam nderin dhe privilegjin e madh që në emër të kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe në emrin tim personal t'ju uroj komunitetit musliman shqiptar dhe të gjithë besimtarëve musliman të Republikës së Shqipërisë me ardhin e muajit të shenjtë të Ramazanit, duke e lutur Zotin Fuqiplot që ky muaj i bekuar i Ramazanit të sjellë në mesin tonë me shumë begati, paqe e bereqet. Përfundon mesazhi i Miftiut të Kosovës Naim Tërnava.